mbretit Zog, i cili çoi shqiptarët të shkollohen, pra gjeti mundësinë me Italinë, Austrinë, Francën, të shkolloheshin dhe të rrisnin nivelin e arkitekturës dhe më pas të ktheheshin në Shqipëri për të ndërtuar vendin e vet. Sot nuk ka nevojë, pasi neve universitetet shqiptare janë të akredituara ndërkombëtarisht, janë të lidhura, kanë programe ndërkombëtare, ne kemi të njëjtat instrumenta, të njëjtat teknologji, të njëjtat kushte. Studenti jon ja u siguroi këtë, është identik i njëjtë në kapacitete dhe në mundësi me studentin italian, gjerman apo francez. E vetmja gjë që nuk ka është mbështetja nga ana e institucioneve qeveritare dhe buxhetit. Marrim këtu për shembull protestën e studentëve të 2018-s. Pra ne na mungon një mbështetje ndaj shkollave në përgjithësi, që fillon që aty, më pas që këto të jepet mundësia dhe të hapen vende pune për këto të rinj që të punojnë këtu, ndaj dhe 80% e studentëve tanë duan të ikin. Pra kjo lloj politike ku i hapet dhe i lehtësohet shumë puna të huajve, shumë prej bizneseve të huaja apo atyre që konsiderohen i vendosë etiketa ad hoc, janë dhe pa taksa fare, ndërsa një arkitekt i ri që do të hapi një studio, do duhet ta filloj praktikisht nga minusi, jo nga zeroja. Sepse do duhet patjetër të gjej një arkitekt të huaj që ta aksesoj qeverinë dhe bashkinë. Pra që të punosh sot në qeveri dhe bashki, të marrësh leje nga qeveria apo nga bashkia, ti duhet të punosh në sqetullën e një arkitekti të huaj, ose duhet të kesh disa lidhje të drejtë për drejta me pushtetarët. Kjo është konteksti dhe kjo është shumë e trisht. Do mendosh që ne kemi disa shkolla arkitekture që prodhojnë çdo ditë qindra arkitektë të rinj që ne po eksportojmë dhe praktikisht po furnizojmë Europën me arkitekt. Qartë. E ishte herë e parë që e diskutoja në fakt këtë gjë dhe të falenderoj që ma të shove në mendje. Dua të idem në një çështje tjetër sërish këtu tek Citizens.al janë listuar, po themi, 10 kullat në një shkrim, 10 kullat më të larta që do të jenë pjesë e këtij planit me 140 leje të ndërtimit që është dhënë. Duket bukur, duket si Dubai, po ta shikosh këtu, paktën edhe në programet kompjuterike ku shfaqen këto kullat. Por e thënë kjo në realitet, Doriana, në çfarë po e shndron Tiranën një panoramë e tillë? Së pari, a është një garë mes pak njerëzish të pasur dhe si pozicionohem njerëzit e tjerë? Ne po them që jemi shtresë e mesme dhe po them të tjerët pastaj që janë më të marginalizuar dhe më me probleme në këtë mjedis urban. Në fakt, krahasimi me Dubain është më i afërt jo për faktin që ka kulla, pasi kulla ka dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vende të tjera. Por ajo që me këto vendet e lindjes janë pikërisht zëvendësimi i qyteteve, pra parimi i fshirjes strukturës ekzistuese urbane dhe sociale, spostimi i popullsisë së varfër, po e quajmë, dhe ndërtimi i këtyre objekteve që janë të përballueshëm vetëm për një grup të caktuar, pra për një pakicë në qytet. Shqipëria nuk ka mjaftueshëm popullsi që t'i popullojë këto kulla me të pasur, pra që të jenë mjaftueshëm të pasur që të kenë mundësi të kenë dhe zyrën dhe banesën në të kulla, sepse nga ana tjetër Tirana në rastin konkret është duke zhvilluar dhe ato që janë lagjet e të pasurve, këto lagjet perifike në zonën e Mulletit. Pra, dhe thuhet, dhe ky është diskuri që justifikimi që përdorin që këto kulla nuk po ndërtohen për ne. Këto kulla po ndërtohen për një ekonomi që pritet të ndodhë në të ardhmen, por që dhe vetë ata të cilët po i ndërtojnë nuk e dinë se kush do vi t'i popullojë dhe t'i banojë, po e quajmë. Impakti që këto kanë në qytet, ato janë shumë të dhunshme pasi vendosen brenda lagjeve urbane dhe efekti i parë që japin është rritja e çmimeve në të gjithë zonën, që bën që popullsia të fillojë ta shohë me dyshim atë që a e përballon dot më apo jo. Kemi rritje artificiale, pra kemi një fluks që i ngrihet çmimeve të apartamenteve ekzistuese, që mund të jenë dhe pallate parafabrikate, po apritur çmenden çmimet dhe bëhet shkon 2000 euro metri edhe tek një objekt i cili para disa vitesh nuk ishte kreti pamundur për të futur në treg. Kjo vetëm sepse për të qarkulluar më shumë troje se sa ndërtesa. Ajo që po ndodh është që këto përveç se kanë zaptuar tashmë çdo hapësirë boshe që ngelet në qytet, tashmë po prishin dhe kanë filluar një operacion të shkatrimit të lagjeve dhe strukturave ekzistuese, zëvendësimit të tyre dhe prishjes së pallateve ekzistuese, bllojqeve të tëra, dhe po ndërtojnë këto si ishuj brenda qytetit të shpërhapur kudo. Duke qenë se nuk janë të planifikuara dhe nuk janë të studiuara,
impakti që këto do kenë do jetë kryesisht kaosi që do krijojnë, është një lloj anarkie, një lloj kryengritje e kullave, pasi nuk arrin dot qyteti të përballojë impaktin, po e them se këto po banojnë 100%. Vetëm fluksi i lëvizjes së qarkullimit të makinave që këto hyjnë e dalin çdo mëngjes në orën 8, nga njëra anë, nga ana tjetër, vetëm ujë sa duan këto, ne kemi vetëm një rezervuar që është Bovilla, nuk arrin dot të furnizojë me ujë Tiranën ekzistuese. Pra ne nuk kemi ujë akoma për të përballuar kapacitetin ekzistues të qytetit dhe jo më të rrisim kapacitetin e këtyre kullave që për më tepër kanë dhe terraca të gjelbërta dhe kanë edhe këto. Po ngarkesa e rrjetit të energjisë. Në ana tjetër është ngarkesa e rrjetit të energjisë dhe ajo që është akoma më është infrastruktura nëntoksore, e cila është gjithë rrjeti që furnizon qytetin, që duke filluar që ke shkarkimi ujrave të zeza, dhe ujrat e shiut dhe çdo gjë tjetër që praktikisht është e vjetëruar në pikën që nuk arrin dot të përballojë qytetin që kemi sot dhe jo më këtë qytet të ri i cili po ndërtohet dhe pritet paktën në dekadën vazhdim, pasi efekti këtyre kullave do jetë pas 10 viteve, nuk shohim ende efektet e tyre sot. Se këto do duhen minimalisht një dekadë të përfundojnë, mos më shumë. Këto kulla mund të shkojnë edhe 15 edhe 20 vite në varësi dhe të fluksit parave, por edhe të kushteve, se si do ndodhin krizat e njëpasjeshme ku neve si popullsi, jo vetëm ne si shqiptarë, po në tërësi, si situatë, konteksti global ndodhemi aktualisht. Kështu që është e pasigurt dhe e paqartë edhe për ata vetë se çfarë do ndodhi, ajo që dim me siguri është këto po përdoren për të parkuar aparat. Kjo është çfarë shohim dhe çfarë konstatojmë. Impakti pastaj do jetë shumë fish dhe investimi që do duhet për ta rigjeneruar qytetin do jetë i shumë fisht. Dhe kjo do jetë kosto për buxhetin dhe do të thotë për taksa paguesit, pra për ato që do vazhdojnë të jetojnë këtu. Pyetja që unë kam është kjo gjë, këta njerëz që i ndërtojnë këto kulla qartazi i kanë parat, nuk e kanë këtë problem. Pse nuk atëre financojnë për një program zhvillimor urban ku të përfshihet edhe rrjeti i rrugëve, edhe linjat e reja të energjisë, edhe rrjeti i ri i kanalizimit dhe i ujit të pijshëm, pra që ta bëjnë tamam punën siç duhet, përderisa po i bëjnë këto kulla dhe këto ndërtimet, ti bëjnë së bashku me infrastrukturën facilituese dhe ndihmëse, që të mos krijohet trafiku, të mos na ikin dritat se ngarkohet rrjeti 3 pallate me një kabëll, të mos kemi problemin e ujit. Dhe ashtu duhet bërë, po këto janë detyra të bashkisë. Pra, ato paguajnë taksa, po e lem një moment se nga vin parat. Ato paguajnë 9%, 8 deri në 11%, që është taksa e ndikimit në infrastrukturë, që është taksa për çdo metër katror çmim shitje. Pra nëse një apartament që ka shkuar çmimi 4.000 euro, 5.000 euro, 8% e kësaj vlere paguhet bashkisë. Do duhet pushteti vendor të shoqërojë këto investime. Pra, ndërkohë që paguan taksën, në momenti që paguan taksën, pra është momenti që para se dali leja e ndërtimit, bashkia do duhet të investojë që të përgatisi zonën dhe qytetin për të përballuar me infrastrukturë këto objekte të reja, pasi i ka taksuar për këtë punë. Por ajo që neve shohim nga Bashkia Tiranë është që duke bën këtë punë, ajo që ne kemi parë tashmë, nuk na e pas kanë fajin këta që merren me drogë, na e pas kanë fajin bashkia që i vjedh. Po patjetër, gjithmonë kritika kryesore shkon dhe gjithmonë neve kritikojmë ato të cilët neve i delegojmë demokracinë që janë pushteti. Nuk mund t'i kërkojmë llogari atij i cili punon diku dhe vjen nga i ka sell lekët, nuk është detyra jonë si qytetar, ka organe të tjera për këtë punë. Neve kemi për detyrë të kërkojmë llogari atyre të cilat firmosin në emrin tonë dhe mbajnë ato pozicione që janë vulat e shtetit shqiptar, që do duhet të firmosin në interesin e publikut. Pra, pyetja që i është bërë vazhdimisht Bashkisë Tiranë nuk ka përgjigje është ku shkojnë këto para të taksës ndikimit në infrastrukturë. Në disa dalje publike, dikur kur ishte jashtë qelie, kryebashkiaku thoshte, po bëjmë kopshte dhe çerdhe dhe po bëjmë pyllin këtë orbitalin. Por realiteti për të gjithë ata që jetojnë e dinë shumë mirë që kjo nuk është e vërtetë. Dhe ka shumë arsye dhe një nga arsyet pse kryebashkiaku nuk është në detyrë, por është në qeli, është edhe fakti që s'ka dhënë llogari për gjitha këto investimet të pabëra dhe taksa të mbledhura, dhe nuk e dim ku kanë shku këto para. Por që janë shumë. Buxheti i Bashkisë Tiranës është jashtëzakonisht shumë i madh dhe bëhet fjalë me miliarda lekë të cilat grumbullohen dhe nuk dihet ku shkojnë. Dhe ne vuajmë momentin e parë që bie shiu, keni parë Lana, që është kanali i ujrave të zeza përmes qytetit, ku shkarkojnë gjithë qyteti, dhe lumi i Tiranës në veri,
shkon edhe fryet dhe përmbyt qytetin me ujëra të zeza. Ndërkohë që është bërë një bulevard i ri, aty që është si pistë uljesh për avionët, që nuk dihet pse, më thënë, për çfarë, ndërkohë që mund të ishte bërë një zhvillim, po them, i gjithë zonës. Duke përfshirë, po them, pjesën e ndërtimit të kullave, pra le të ndërtohen kullat, por ama të bëhet infrastruktura, po them, ndihmëse në këtë rast. Në fakt, rasti bulevardit të ri është pikërisht se si do duhet të ndodhi dhe ai ka ndodhur sipas procesit urbanizimit, pasi u pa nevoja për ta rizhvilluar atë zonë e cila ishte në veri të qytetit pjesërisht e përdorur, por e pa shfrytzuar, ishte një potencial shumë i mirë dhe u ndërtua një plan i mirëfillt. Pra u bë një konkurs, votuan dhe qytetarët në atë kohë, nëse e mbani mend në 2012-ën. Po, e mbaj mend. Konkursi ishte pikërisht, pra nuk ishte qëllimi bulevardi. Qëllimi ishte të lidheshe pjesa e veriut e Tiranës ekzistuese me Tiranën e re, atë që është ndërtuar mbatan kodrave, mbatan lumit, që janë kodrat e Paskuqanit. Dhe një lloj ndërtimi të një qendre të re për qytetin, e cila shumë e nevojshme, edhe sot e kësaj dite pas 13 vjetësh. Dhe filloi punimet bulevardi sepse ishin buxheti, fondet që u gjetën të parat, pra do ndërtoheshin infrastruktura, pa do ndërtoheshin objektet. Ajo që ndodhi është që do duheshin që gjitha këto kulla më pas të ishin pikërisht aty ku projektua për të ndërtuar një pol të ri që mund të ishte edhe ekonomik apo biznes por do shërbente sot Tiranës si një qendër e re urbane që mund të kishte pikërisht këtë funksion socio-ekonomik dhe do kishte një karakter downtowni apo Manhattani, si duan ta krahasojnë me që duan t'i vënë këto emrat ndërkombëtar të qyteteve të suksesshme në aspektin e ekonomisë dhe biznesit. Gjëja e fundit që dua të diskutoj, por jo më pak e rëndësishme, është Pallati i Sportit Aslan Rusi. Thuhet se do të rihetëzohet për sport, por shumë zëra përfshirë dhe ty. E lidhin këtë me një plan për ndërtimin e një kulle. Pas stadiumit me kull, do të kemi dhe pallat sporti me kull? Çfarë do të ndodhi? Po, tash kulla është kulla pa është pallati i sportit, është kulla pa është stadiumi. Është bërë pjesë e karakterit, pra kjo nuk ka për të shkëputur më. Kjo lloj politike po vazhdon dhe ne kemi dhe kulla me administratë publike tashmë. Pra çdo funksion është futur pjesë e kësaj strukture të re që është kulla, e cila i përvishet dhe kjo lloj që pak në fakt është përdorur në vende të tjera ku vendoset dhe si këmbë kullës është stadiumi dhe në këtë rast dihet pallati i sportit. Ajo që ndodh është që mund të jetë dhe mund të përdoren dhe strukturat kombinuara, por nëse do ta bëjmë po aty ku është dhe do vendoset kulla, sigurisht do përfundoj si stadiumi Qemal Stafa, që praktikisht përfundon gjysmë stadiumi, hiqet pista, pra deformohet dhe prishet ajo që është funksioni parsor i sot pra i pallatit sportit dhe kthehet në një pallat sporti në funksion të një kulle më shumë se sa një destinacion dhe një hapësirë që ka nevojë shumë qyteti. Dhe me që u kujtuam për bulevardin, bulevardi i ri, një nga zonat të cilat kishte rezervuar, që është zona e 5 Majit tani që po ndërtohen dhe aty disa objekte dhe kulla, ishte pikërisht një lagje apo një zonë e dedikuar për sporte që do të gjitha objektet e reja të cilat ka nevojë, sepse ka shumë nevojë për këto objekte sportive, të ndërtoheshin aty, kishin pikërisht një qendër të re ku të gjitha sportet, stadiumi, pallatet e sportit, fushat, dhe ato që do duhet të ishte një qendër e re për kryeqytetin, por jo vetëm, të ishte lokalizuar aty afër lumit të Tiranës. Dhe këto objekte më pas do kishim mundësinë të diskutonim për t'i ruajtur si vlera arkitektonike, pasi pallati i sportit Aslan Rusi. Pra do ndërtoj, po themi, një qytet olimpik, po i themi kështu, nëse mund të quhet. Po, diçka e njëjtë. E humbëm fatkeqësisht të shans. Ne tani po bëjmë këto sajesat alla Frankenstein ku do bëhet të prishet ai është shumë i bukur, është një nga objektet, është produkti i shkollës arkitekturës shqiptare të periudhës së realizmit socialist, por që ka vlera pikërisht sepse është produkti joni, ka nevojë shumë, neve studentë studionim atë, pasi ka element arkitektonik që kanë vlera për sa i përket qoftë edhe jo vetëm historisë, kulturës dhe gjithë trashëgimisë tonë, por edhe vetë shkollës arkitekturës shqiptare. Po të vinë re ne po zhdukim të gjitha objektet me të cilat mund të mësohet realisht arkitekturë dhe kanë vlera ato që janë elementët e arkitekturës që nga pikpamja kompozicionale, raportet
Pra kemi një shformim dhe nuk po kemi më element, nuk kemi çfarë t'i tregojmë më studentëve se cilat janë këto objekte që përfaqësojnë disa proporcione të asaj periudhe, të asaj shtrese urbane, sigurisht duke ruajtur edhe shtresat e reja historike, por ka vend qyteti për t'i patur edhe këtë dhe atë, por fakti që ne vazhdojmë të zëvendësojmë tregojmë që nuk kemi bërë shumë mësime nga pësimet. Kështu që ka vend për diskutim. Ne mund të nuk ka një diskutojmë. reagim konkret për këtë gjë, por duhet sidomos shkolla arkitekturës duhet patjetër të reagojë në raport me Aslan Rusin. Po shiko, unë kam përshtypjen që shkolla e arkitekturës mund të reagojë, por nuk e di, qofsha unë i gabuar, po nuk e di sa reagim qytetar do të ketë për të ruajtur identitetin arkitektonik të atyre pak objekteve me vlera autentike që na kanë ngelur. Ne e kemi parasysh edhe në rastin e prishjes së teatrit kombëtar. Ajo që ka ngelur nga reagimi qytetar, pa dashur të gjykoj apo të paragjykoj Doriana, është një shprehje, një qytetari që është bërë meme, nuk ka nevojë ta përmend këtu tani. Dhe nëse reagimi qytetar është i ngjashëm edhe për Pallatin e Sportit Aslan Rusi, për një objekt tjetër, unë nuk e di, mbase ky transformim urban i Tiranës atëherë është legjitim, sepse njerëzit e duan. Shiko, nuk mund t'ja lem të gjitha njerëzve. Njerëzit mund të kenë një reagim dhe po t'i pyesësh mund të duan ta ruajnë trashëgiminë, sikundër nga ana tjetër ato e kërkojnë një pallat sporti për fëmijët dhe për të rinjt. Pra njerëzit duan të jetojnë në qytet. Pastaj se çfarë objektesh ruhen, çfarë vlerash ka, prandaj edhe neve kemi arkitektët, kemi historianët. Pra dhe po ta marrim qytetari, duhet interesin e publikut gjithmonë duhet ta përfaqësoj institucionet nga njëra anë dhe ato që janë elitat apo intelektualët apo aktorët të cilët kanë rol në qytet. Dhe arkitektët, studiuesit e qytetit dhe gjithë ato të cilët inxhinierët dhe gjithë ky grup i madh aktorësh kanë zë dhe kanë mundësi dhe janë ato të cilët duhet flasin të parët që publiku të ketë mundësi të ndjeki. Edhe rasti i teatrit kombëtar, folën artistët të parët pa troqën vëmendjen e publikut. Ikën artistët dhe ngelen qytetarët, aty ka një problem tjetër pastaj. Se do duhet që artistët të mos ishin shkëputur asnjëherë nga ajo betejë, që ishin të parët grupi interesit i parë dhe përfundoi komuniteti të duhet ta mbështeste. Kështu që kemi disa grupe interesi të cilat ka nevojë të rifuten në rolin e qytetit dhe të bëhen përfaqësues të interesit publik dhe të interesit të grupit që përfaqësojnë në këtë rast, që nëse flasim për arkitektët. Kështu ndodh kudo, nuk është se dalin vetëm njerëzit në rrugë edhe bërtasin. Sigurisht që ka nevojë edhe ato që të dinë se çfarë ka vlera dhe çfarë nuk ka. Dhe nuk mund t'i lihet kjo gjë vetëm politikës që të vendosi. Sigurisht këtu shoqëria, kur themi që ka rol, janë pikërisht këto grupe të cilat përfaqësojnë këtë interes dhe këtë diskutim dhe kanë mundësi ta ngrenë në diskurin publik që më pas publiku të kuptojë realisht se çfarë duhet të mbrojë dhe çfarë jo. Qartë. Mirë, Doriana, unë të falenderoj për bisedën dhe për ekspertizën që solle nga arkitektura dhe urbanistika. Faleminderit ty për ftesën, është kënaqësi. Ishim me arkitekten dhe aktivisten Doriana Musaj, folëm për planin e ndërtimit në Tiranë të 140 projekteve të reja, shumica prej të cilave apo një pjesë e rëndësishme do të jenë kulla dhe për impaktin urban që do të ketë në transformimin e kryeqytetit. Ishte ky aktualitet edhe për këtë ditë të premte, ditën e fundit të javës së punës. Ne do të shihemi ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.